E pra të nderuar miq të mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju dhe për të komentuar një ngjarje që natën e mbrëmshme të gjithëve na ka befasuar dhe na ka fasionuar. Iqbale Huduti, një personazh tepër i komentuar para natës së mbrëmshme, një grua tepër dinamike, një personazh i cili do të ngjallte komente dhe do ta shndronte ndoshta Big Brotherin në fenomen, pati një lëvizje pikërisht në momentin e fundit, pasi që duhej që të bëhej pjesë e platformës digjitale të Big Brotherit. Sot mund ta them hapurazi, un kam komunikuar me zonjën Iqbale dhe kam patur një lloj bisede. Ajo më pati informuar që do të jetë pjesë e një reality show siç është Big Brother, por natën e mbrëmshme ndryshuan gjërat. U tha që bashkëshorti i saj, zotri Luan, është në gjendje të rënduar shëndetësore dhe zonjës Iqbale i duheshte të mos të jetë mbrëm pjesë e një platforme siç është Big Brother VIP Kosova. Tani, nëse unë do të bëj një lloj analize të shkurtër që të jap mendimin tim, të jap atë që unë mendoj, analizën time, në arsyen pse zonja Iqbale nuk ka hyrë në Big Brother, ndoshta ju do të befasoheni. Do thoni pse. E para njëherë unë uroj me zemër që Luani të jetë mirë me shëndet dhe i them publikisht nga studio që në qoftë si e keq më shëndet të uroj të kaluara sa më shpejt dhe Iqbalja të ndjekën në ëndrrën e saj, sepse e ka patur me se zbën në veten e saj që të jetë pjesë e Big Brother VIP Kosovës. Por unë do të rikthem në një intervistë që zonja Iqbale ka bërë. Tani këtu lidhet lufta e madhe që ka Big Brother VIP Albania dhe Big Brother VIP Kosova. Do të thoni ju pse, tani do ta kuptoni. Zonja Iqbale në intervistë ka thënë kështu: "Nëse unë nuk do të jem pjesë e Big Brother VIP Kosovës, nëse nuk më vjen ftesa, unë do të jem pjesë e Big Brother VIP Albania." Mos vallë, duke e njohur strategjinë e televizionit Top Channel se si funksionon, ditën e djeshme, duke e parë se çfarë interesi të madh publik kishte në klikime për ta parë zonjën Iqbale që të jetë pjesë e këtij formatit, unë e di nga burime të sakta dhe mundem t'ua tregoj fiks se kur është ndruar momenti që zonja Iqbale të jetë pjesë e formatit të Big Brother dhe ora ka qenë në 10:56 minuta në mëngjes, do me thënë kur çdo gjë ka qenë në rregull, dhe në orën 10:56 minuta në mëngjes nga persona të afërt me zonjën Iqbale është konfirmuar që nuk do të jetë pjesë e formatit Big Brother VIP Kosovës, kjo nuk kupton që zonja Iqbale ka patur aktivitet që mua më duhet ta theksoj dhe këtë. Tani do kontrollojmë për shembull Instagramin e zonjës Iqbale, vetëm për të treguar aktivitetin e saj, kur ka qenë aktiviteti i fundit. Aktiviteti i zonjës Iqbale në Instagram i fundit ka qenë pikërisht ditën e djeshme, që nuk kupton që zonja Iqbale ka qenë aktive. Kjo tregon që siç është i kapshëm Big Brother VIP Albania në momentin e fundit, a ndodh që Big Brother VIP Albania i ka quar ftesë dhe i ka premtuar një diçka më të madhe zonjës Iqbale, sepse këtu ka dhe një mes tjetër që zonja Iqbale dhe të gjithë banorët e tjerë kanë shkruar një kontratë që është me afat kohore 5 vjeçare, që nuk kupton këto banor 5 vite nuk kanë të drejtën të kenë qasje në për televizionet e tjera dhe ndoshta është në keqpërdorim të emrit të Iqbale Hudutit, se mund ta marrin, për shembull Olsa mund ta merr Big Brother, mund ta përdorën sa të donë dhe nesër mos e shfrytëzon më fare, do të thonë mos ketë të drejta më fare dhe ti kërkohet shuma pagesa 20.000 euro nëse Iqbale ja del në për televizion, ja Iqbale si duhet fama, i duhet dalja televizive. Do të thonë këtu ka një pikpyetje shumë të madhe që publiku ka ngritur së bashku me mua që zonja Iqbale do të jetë on Big Brother në Shqipëri, sepse e ka shpreh vet në një intervistë, ose mund të jetë fenomeni që është agresioni i madh i komenteve që ishte, që kishte dhe kërcënime për jetën e saj,
por në anën tjetër mund të jetë edhe ky fakti që nuk i intereson sepse kanë pastaj 5 vite ndalesë në çdo gjë. Mbetet një pikpyetje e madhe, si e shikoni ju? Do të jetë pjesë e Bigut të Shqipërisë apo e Bigut të Kosovës, zonja Iqballe?